Mëngjesi 9 prillit ka sjellë në brigjet e Sarandës tragedin e parë të sezonit 2025. Mësohet se është një kroqer gjermane, pasagerët e së cilës janë çarteruar nga një kompani franceze, sipas operatores Anila Angjeli. Sa janë 270 persona on board. Anila është gjermane, është çarteruar nga një kompani franceze, të cilët kanë marrë çarter anjen dhe erdhën drejt brigjeve të Sarandës, nesër janë në Vlorë dhe pas nesër në Durrës. 270 turistët e komsive të ndryshme lanë bordin e anijes Plantur dhe të ndarë në grupe realizuan guida turistike. Fokus i tyre, qyteti antik i Butrintit, pika të ndryshme të pelegrinazhit turistik brenda qytetit të Sarandës, si sinagoga hebraike, muzeu i traditës, galeria e artit, syri kalë të repet e Karahaxhit. Plantur është e para kroqer e sezonit 2025 pas anulimit të lundrimit drejt portit të Sarandës të dy të tillave. E sipas Angjelit, shkakja e anulimit është kapaciteti limituar i kalatës së portit të Sarandës. Në fundit të rreth mes nëndorit, fund nëndorit, ne disa anullime. Pritem të jenë shumë të mira, urojmë të na ndërtojnë dhe një port të madhe. Mund të akomodojmë shumë se shumë anullojmë për faktin që në kemi mungesë të portit. Kapacitetet e pamjaftueshme të kalatës për akomodim kroqerash identifikohet si arsye që numri i tyre për këtë vit të ketë rënje, krahasuar me një vit më parë. Sipas kalendarit të ardhjes së kroqerave për këtë vit, pritet që e fundit të prek kalatën e Sarandës në fund nëntorin 2025.